Selam hoxh, çfarë të bëjmë që të na pranohen lutjet? Wa alaikum selam wa rahmetullah. Me u lut me sinqeritet. Me u lut Allahu të lartësuar me sinqeritet. Me ju përgjëru të madhit Zot. Me u lut me gjithë zemër, me përkushtim. Me u lut Allahu të lartësuar, duke shpresuar përgjigje prej të madhit Zot. Me u largu gjunafeve, me u largu harameve, me u kujdes që me u ushqy me halal. Këto janë disa prej shkaqeve që me lejen e Zotit gjithësisë, nëse njeriu kujdeset për to, i pranohet lutja. Me u mundu, me u përpjek që me u lut në kohë të cilat shpresohet që të pranohen lutjet. Me u lut në sejdë, 1/3 e fundit natës, me sezonit dhe i kametit. Me shfrytzu njeriu këto kohë, këto momente ku shpresohet që t'i pranohen lutjet. Dhe gjithmonë kujdes prej haramit. Se kuptohet prej atij hadithit profetit alayhis salam, ai personi pra që ushqimi i tij haram, pija e tij haram, veshja e tij haram, është ushqyer pra me haram. Si ti pranohet lutja këtij? Prandaj përpiqu, mundohu që me ushqy me halal. Elus Zotin e gjithësisë që të na bëjë prej atyre që i pranohen lutjet. Amin.